Pse gjenerata e re ikë dhe lëshon shtëpitë e tyre, adheun e vetë, ikin në shtete tjera. Kom, po këtë janë jashtë, po shka po të vinë. Këtu si ki afer. E pse janë shku ata jashtë? Janë shku për shka kushteve, ku mund gjinë, ku me punun, ka. Populli ishte me dur, bi kokë. Ndim, mës me mujtë, me shpëtu, nga jo më e keqja. Pse gjenerata e re ikë dhe lëshon shtëpitë e tyre, adheun e vetë, ikin në shtete tjera të përëndimit. A ki fëmijë apo familjarë që të kanë shku jashtë? Kom, po këtë janë jashtë, po shka po të vinë. A ki fëmijë? Po, a ki jashtë? Po këtë, po shka po të vinë, këtu si ki afer. E pse janë shku ata jashtë? Janë shku për shka kushteve, sepse këtu nuk kanë pas mundësi, s'kanë mujtë ta gjenë vetën për të egzistu jeta për egzistencë. Ajo ka thonë mos shkone? Po vazhdimisht, po ka, ku mund gjinë, ku me punun, ka. Sepse në këtë kohë, ne i dimi mirë që lëvizjet në këtë Balkanin, në këtë pjesën e Evropës juglindore, bartja lëvizja për një shtetin tjetër, për të ikë, për të siguru një jetë më të mirë, për familje, për vetë 3 gjenerata të reja. Mirë, fajtor, kryesor janë institucionet relevante të Republikës Kosovës. Populli dhe qytetarët e saj e kanë dhonë provimin historik dhe ata kombëtar. Nuk ka të populli, si loti është populli, po çka ju bën politikës aktuale tash që është kjo, që shikoni tash që sa ditë e muj nuk ka mundësi ta bëjnë konstituimin e parlamentit. Se val, populli javdha votën, javdha delegatëve, i votun për të punu, për të themelu, për të institucionet, për të hecë për para, kjo neglizhencë, po shkon mbrapa. Shiko, pun ka edhe këto. Sa po dojnë të rinjt me punu? Shikoni, shumë mire tha ati gazetare, po çka i bon ati me fakultet, që është mjek, është profesor, është inxhinier dhe nuk e gjen veten, o shkollu edhe të shkojnë tash punë fizike të punojnë? Jo, ne t'i qojnë këto lidert e partive politike dhe delegat e kuvend, ne t'i qojnë fëmijën e vetë jashtë. Na të regon të pak për vetën. Cila është puna e parë që e ke bu? Ja e mbonë, man. Punën e parë, një që e kom bon, kur kom filluan me shku në shkollë, si fëmijë 7 vjeçar, puna më e mira ka qenë atëre. Mirë po me gjithë atë, ka pas edhe shumë punë tjera që kemi bërë, po puna më e mirë kur kemi qenë në aksion kohën e Miloševićit që u dështe më shumë ti të punohet dhe të veprojt. Për edhe... Mu shkollu në shkollë? Po. Po puna që ke punu? Punën që kom punuan si mekanik, kom punu një kohë, edhe ato e kom braktisën, edhe kom vazhduan, kom krytë një shkollë të mesme, e kom kryë edhe me qashtu kom shku si teknik të një makinerijës. Sa ka qenë për juve vështirë mja dalë me këtë punë? Ata, në atë kohë? Në atë kohë, nëse ke pasën punë, ke pasën të kryë me diçka në shkollë, ke mujtë me egzistu, ke mujtë... Mirë po me gjithë atë në Jugoslavijën e Titos, nuk ke mujtën me u zhvillu veprimtaria, kombëtare nuk ka mujtë me u zhvilluan, nuk ka leju në atë kohë. Mirë po me gjithë atë është dashtë populli nash, shqiptarët gjithmonë kemi qenë bujtën, ndjekën për ndjekur politikisht. Kur neve gjithmonë puna më e vështirë e populli shqiptar ka qenë Jugoslavijën e Titos, na kemi parë punë më të vështira që... Përdes kësaj, cila është gjëja më e vështirë që ka ndodhur në jetë? Me çka ka ndodhur me u ballafaqu? Gjëja më e vështirë në jetë që më ka ndodhur me u ballafaqu 11 majit 1999, kur forcat paramilitare në vitin 1999 me 11 maj Iran, fshatit Karaçi Mbrezin kufitar dhe tër komunës Kamenicës, populli ishte me dur mbi kokë. I pa armatosën, i pa organizum. Dhe ajo më e vështira njetë, kërkojshin fëmija, gratë, shpëtim, nuk kishte mundësit ishin shumë të vogla. Ajo ka qenë më e vështira njetë që me të kërku familjari, fëmija, gruja,
me të kërku ndihmë mës me mujt, me shpëtu nga jo më e keqja, ajo ka ndodhur në 99-11 e maj që ajo s'harrohet. Por një gjë duhet ta them që nuk bën në asnjë mënyrë me harruan. Nëse kjo harrohet, çdo send që harrohet ka më përsërit. Por vazhdimisht qëndrojmë stojkisht për ta ndërtu këto temelet shtetit, se këto temelet e shtetit, qytetarët e Republikës Kosovës i kanë themeluar. Janë arsimi, shëndetësia, policia me judikatur, armata. Këto janë temelet shtetit. Nuk është Albin Kurti, as Isa Mustafa, as Ramushi, as Hashim Thaçi, po këto janë temelet shtetit që me gjak, me mundi, me shumë mundi janë themelu. Dhe këto janë temelet e shtetit, po këto i ka dridhë në mandatin e Albin Kurtit i ka dridhë këto temelet shtetit. Se harrohet ka më përsërit. Por vazhdimisht qëndrojmë stojkisht për ta ndërtu këto temelet shtetit, se këto temelet e shtetit, qytetarët e Republikës Kosovës i kanë themeluar. Janë arsimi, shëndetësia, policia me judikatur, armata. Këto janë temelet shtetit. Nuk është Albin Kurti, as Isa Mustafa, as Ramushi, as Hashim Thaçi, po këto janë temelet shtetit që me gjak, me mundi, me shumë mundi janë themelu. Dhe këto janë temelet e shtetit, po këto i ka dridhë në mandatin e Albin Kurtit i ka dridhë këto temelet shtetit. Nuk po jina ma shumë politikë, se u zgjatë shumë. U zgjatë për shumë e mu. Se nuk ka fund kjo, që po thute. Po tashe përfundojmë. Përfundojmë? Po, a donë diçka la. Po, vazhda. Po, çka po t'intereson? Se me qenë se nga tregu për gjënë ma të vështirë, po më interesant është gjëja më e bukur një që t'ka. Gjëja më e bukur, kur hyrja forcave të NATO-s, me 12 qershor 1999, s'ka pas ma mrekulli, ndodh edhe qielli, edhe prej qiellit të është dokon ai gëzim i popullit shqiptar. S'ka pas gëzim më të madh. Pasandej erdhi tani edhe shpallja e pavarësisë me 17 shkurt 2008, edhe kjo është ajo gjëja më e mirë. Po mrekullia e Zotit që ka ndodhur është 12 qershori, hyrja e forcave të NATO-s. Ishte kënaqësi, ishte për mrekulli që këto s'harrohen, falë Zotit edhe Amerikës. Amerikë, thank you to helping Albanian tonight. Kjo e ka vënë. Falenderoj shumë që ndodhur në Nuk ka gjë, miru pafshim, gjithat mire.